Mojsiu I mbante të gjitha pa u treguar në fytyrë, por nga brenda brenga të ndryshme po ja coptonin shpirtin dhe as hante as flinte dot. Sepse si ndonjë gjykatë zgjoi pa drejt I gabimit të dikushëm. Që pa ditë me shumë kujdes, ai e peshonte fare mirë peshën e rrezikut dhe të poshtërsisë së vet. Ai sa s'dinte ç'të bënte, ku të vinte e ç'të vendoste për jetën e vet. Por në fund, mendimi jo pa vend I tij përfundoi në vendimin më të mirë në këtë mes. Të linte sultanin, I cili dinte të gjykonte vetëm nga parfundimi, jo në bazë të arsyes, dhe t'i dorëzoi përsëri atë dheu të fyer. Dhe një mall I ëmbël e plot dashuri I hyri në zemër, që t'i qëndronte gjerë në fund besës së të vetëve, të cilët më pare pa të merituar pa të drejtë. Kështu, me anë të bendimit, sidomos kur e dinte se shpirtbutësia e Skënderbeut qëndronte shumë lart krimit të tij, shpresonte që të lante të paktën në mos turpin e Kobit, vetë Kobin, dhe veç kësaj t'i merrte hakun edhe sultanit mos mirënjohës. Pasi u qetësua shpirti me këtë mendim që I dha karar, po përpiqej çdo ditë të gjente ndonjë mënyrë e mundësi për të krisur. Për këtë punë duhej sidomos nata, dhe kështu u bë. Kur po mente fund dita, ai doli pa dijenin e rojeve, dhe tëra ta natë ditë që pasoi. I kaloi duke udhëtuar pa ndalur kundër rrugën, derisa hyri në atë krain të Thrakisë, e cila kufizohet me Maqedoninë. Që këndej, me zemër edhe më të qetë, vazhdoi rrugën që I mbetej, dhe brenda pak ditëve u fut në Epir, duke marrë drejt për në rojën e vendosur në kryeportën e mbretërisë sonë, me qëllim që Sandemi të kalonte për të Skënderbeu. Por dibranët, kur e panë me ato frytyrë të pikëlluar, s'u mbajtën dot as nga dëshira që u hyri për kapedanin e dikushëm, dhe për miqësinë me të, duke shtyrë nga mendja se tradhtari kishte marrë në përkëm çdo të drejtë hyjnore dhe njerëzore, kundrejt atë dheut, shokëve dhe gjakun e vet, që pritën jo palot në sy. Kështu që ai një pjesë të madhe të asaj dite kaloi në mes të përfaqësimeve të pambaruara të ushtarëve. Dhe kur u njoftua nga këta se Skënderbeu nuk ndodhi shumë larg tyre, e ndroi mendimin për të vajtur në Kurrë dhe mori rrugën për tek ai. Ata e shoqëruan shumica e rojës, me qëllim që ta nderonin më tepër dhe ta meritonte faljen më lehtë. Mbetej edhe pak ditë, kur pasi bëri përpara, me brez të mbështjellur, sipas zakonit të gjendjes, rreth qafës, takoi me Skënderbeu, që po shëtiste përpara qafës. I pikëlluar sa s'ka, I ra përpara në gjuhë, dhe si ndonjë lutës I kërkoi me lut në sy, që ta falte dhe të mos I bënte gjë, jo se e meritonte, për vetë bujarinë dhe njerëzinë e shpirtit të tij. Edhe të tjera që ishin bashkë me të, nuk dënjen pa ja bërë këtë nder. Skënderbeu zuri prej dore dhe porositi që të ngrihej menjëherë, I gatshëm për ta falur. Foli me shumë mirësi dhe duke përqafuar e puthur shpesh, ja hapi zemrën krejt dhe u pajtua me të. Skënderbeu e pranoi aq shpejt pendimin e Mojsiut, megjithse edhe kjo duhej shikuar me admirimin më të madh, ndërsa ky kishte vjedhur kundër tij gjitha të vrerë urrejtje dhe padrejësie, ndërsa kishte turur kundër kokës së tij, kundër lirisë së ateu, gjitha ato komplote. Me bojarinë e vet të pazakonshme dhe me një farë shpirtbutësie hyjnore, më fortë se njerëzore, e fali aq shpejt, saqë u misua me të vetëm me ta parë dhe me ta dëgjuar, ndërsa burrave s'u kishte pushuar ende dhimbja për të vrarë për gjakun e derur të vetëve dhe për plagën e freskëta. Dhe jo shumë ditë pas kësaj, u kujdesën që t'i ktheheshin Mojsiut gjithë sa I që e marrë, qoftë në favor të arkës së shtetit, qoftë të ndara ndërmjet privatëve, dhe ja vuri plotësisht në vend, e simpatinë e veçlisë, gjithë nderet e mëparshme. Me këtë maturi, ai edhe vetës I solli lavdi shumë të mëdha, edhe atij ja fshiu fajin e turpit, duke shlyer nga mendja e njerëzve çdo kujtim për veprën e tij.